Unë jam Falmargjoni, jam mirëditor, por e i banoj këtu në Lezhë. Jam një në përsekutumit e djeshëm edhe të sotëm, ma mirë me thamë. Tashti, zoti kryetar, ne si Lezhë, njerë të rojmë mirë së ardhjen, plus asaj gëzuar vitin e ri si kryetar partije, si kryeministër nesër. Tashti, demokratët në kohën e demokracisë kanë qenë në burgen internim, kur u fut demokracia, po mi që thate, ne prap jemi shoqatë se kemi parti me 2 anëtarë edhe quhet parti, kurse ne jemi shoqatë me shumë me mira përsekutue në Shqipëri. Rënej, unë me thënë drejtën jam një në ata, po daja im ka qenë edhe si punë themelu si partisë, jam një pizëf nocit, mirë ditë. Kështu që, zoti kryetar, ne kemi fitu si Lezhë në Shqipëri, falë deputetve, falë Gjingjonit, grënë Lekmarkët, edhe kretë më të edhe. Ne jemi të fituar në Shqipëri, kemi edhe bashkinë e Mirditës e kemi të fitume. Ndej, ne me thënë drejtën jemi pak të nënvlefsu se jemi pak kryetar partije legjitim, por ne duhem kryetarën e partisë, e kemi kryetaren, në fakt do një kanë nëjnë, po do të votojmë që ta kemi kryetaret përhershme. Tashi, për mos me u zjatë shumë, me thënë drejtën, nesër me na pas pak parasysh ne si Lezhë, edhe si Qark, sepse jemi shumë të përmbytun, kemi shumë halle, nuk kemi shkolla, shkollat janë, por nuk kemi nëzonës marana, nuk kemi të ri, ma i ri unë shpite e me jam unë. Ale, ju falënderoj, kam kërku disa herë mi u taku në zyrë, po nuk ma dhanë mundësia, shef kam pas mi u taku zoti kryetar. Ju përshnes. Faleminderit. Faleminderit shumë për ndërhyrjen. Faleminderit shumë për mbështetjen. Ju garantoj se Spari, Mirdita dhe gjithë veriu, e kam thënë dhe e them këtu, është në një shkallë diskriminimit të atill sa nuk ka regjim. Edhe Enver Hoxha që e konsideron të zonë armike, kush e lexon në atë kohë, por diskriminimin që i ka bërë Edi Rama veriut, nuk ja ka bërë kur një kryeministër në histori. Dhe pa asnjë diskutim që shpërndarja e të ardhurave e buxhetit do të jetë më e drejta që mund të bëhet. Veriu kontribon me pasuritë e veta në buxhet të paktën 10 herë më shumë se sa çmerr. Është një shfrytëzim i egër. Për sa i përket përmbytjeve, tani nuk ka dyshim që shirat e mëdha edhe krijojnë. Por në mënyrë absolute, e gjithë infrastruktura që ndërtohet pikërisht për të përballuar shirat e mëdha dhe përmbytjen, ka qenë në tërësi jashtë funksioni. Sepse çdo qindark që caktohet për mbajtjen e saj shkon në xhep dhe jo në punë. Ndaj dhe ky, pas kaloi një javë të përmbytur dhe mblodhja të quhet Komiteti i Emergjencës,
dhe nuk e shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore apo emergjencës natyrore, se po ta shpall duhet të kompensoj një me një damet e krijuara. Po ta shpall. Ndaj dhe nuk e shpalli. Pra, servir mashtrime edhe në këtë fatkeqësi natyrore do ta kaloj me mashtrime. Për sa i përket, nuk mund të ketë ndyshje, ju vetë do zgjidhni kryetarin me votën tuaj siç jemi të përcaktuar në mënyrë përfundimtare. Vendimarrja është e anëtarëve të Partisë Demokratike, është e juaja. Faleminderit. Po, zotëria këtu? Vetëm prezantoni. Dhe, doktor, përmbas Kash Patel, jeni më informuari në Shqipëri, desha të pyes, si e ka emrin klinika e Burgut Fierit, ajo që mbjell flokët, dhe pastaj personazhet që dalin kanë sukses paralel politik me të njëjtën sigël të partisë. Edhe dyta, kush është ai hajvani që akuzon Shqipërinë si vendin më korruptuar në botë? Ai hajvani amerikan, e kam pllafin. Faleminderit. Tani, dy fjalë do t'u them. Kjo parti ka qenë dhe do mbetet parti e mendimit lirë, e mendimit hapur, por u t'jap ty fjalë në nderit. Kur nuk do mund ta marr kush këtë për interesa personale e vetjake. Ata që e bën këtë, ata ushuan emri tyre, nuk është më. Partia Demokratike është partia e idealeve, aspiratave dhe e moralit të ndershëm të qytetarëve shqiptarë. Por kjo parti nuk është kur parti as e lejeve të ndërtimit, as e pallateve pa leje, as e fshehjeve të krimeve. Gabon ai që mendon. Ai që kujton se mundet të bëj, mund të ta themi të lulëzoj në këtë mënyrë, ai gabon. Jo, nuk luftojmë ne, për ne jemi parti ligji, parti kushtetute, parti normash, për asnjë nga këto. Jo. Dhe një gjë jemi këtu. Ne jemi dhe një analizë, edhe një debat, dhe ta bëjmë të hapur, sepse asnjëherë s'duhet na pengojnë rrethanat, të shohim realitetin me sy, të kritikojmë, të propozojmë, sugjerojmë. Kjo nuk mund të ndodhë në këtë parti. Ishte një periudhë, ja u them unë ju këtu se kam fare të fshehut, ishte një periudhë kur ne po punonim për të mbrojtur votën. Cila ishte kjo? Edi Rama po bënte çdo gjë të ndryshonte raportin. Po përdorte të gjitha mjetet, të gjitha lobimet, të gjitha fuqinë monetare. Ne po bënim gjithçka të mbronim votën tuaj. Me fakte, me dokumenta, pa asnjë lloj, asnjë mjet tjetër. Dhe ne nuk mund të jepim atij asnjë armë, asnjë lehtësim, asnjë ndihmë kundra nesh. Me këto, tani debatet I kemi të hapura, po një gjë, në qoftë se ti vrapon për interesa private edhe flet në emër, ti do përfundosh një lloj se ata tjerët edhe pa asnjë emër. Nuk të ka borxh, kërkujt kjo. As Sali Berisha, Partia Demokratike nuk ka asnjë borxh. Ne kemi borxhe njëri tjetrit, ne kemi detyrime ndaj njëri tjetrit. Ne qëndrojmë në norma morale që I besojmë dhe që I kemi. Tani, jemi mua këtu po, shumë mirë, diskutojmë, bëjmë. Shkputësh e ecën me vrap, po shkor ku dush. Nuk është
Po kjo kështu është ta mëdo, për si mundë ta mëdo. Jo, po më dhe pare. Pra, thash, as një lloj efekte, as një lloj fare, zero. Tek ajo zonja aty. Ajo gruaja aty. Mirë mrama, unë jam Flora Shabi dhe Faleminderit. duke i urue Partisë Demokratike për festën, ose më mirë ditën e krijimit saj, dëshirojmë që t'jetë sa më e fuqishme dhe sa më e vazhdimsi t'jetë, të mos themi kur mrapa, dëshirojmë. Kjo dëshira jonë. Unë si një ndër përfaqësuesit të Partisë Konservatore të Rrethit Lezhës, dhe ish këshilltare e kësaj partie, duhet i thamë edhe një dy fjalë. Dashja të bëj disi një pyetje më shumë. Deri kur, zotë ish president, populli voton, vota e popullit nuk mbrohet, nga cili anë duhet mësoj populli, sepse kjo votë ne gjithmonë fajsojmë kundërshtarin. Po kur ne votojmë, populli kujt duhet ja drejtoj këtë drejt, dhe edhe si pjesë e kësaj popullate këtu, duhet thëmë që populli i Lezhës gjithmonë, si që dim, është kënë demokrat. Dhe shumë padrejtësi po bëhen kësaj zone. Njëri jo, po ky është demokrate, s'dua ta mbroj, nuk dua ta mbështes këtë, nuk duhet të investoj atje apo këtu. Fal Zotit diçka ka filluar të lëviz, por shumë larg jena rreth kësaj. Deri kur duhet të mendojmë që ta mbajmë këtë pushtet. Ose ky pushtet pse duhet të qëndrojë kur populli nuk e do? Atëherë kujt duhet ja kërkojmë llogari na? Si popull, derisa na votën tonë japim, aty ku duhet. Faleminderit. Tani, ju e shtroni drejt pyetjen, problemi është kjo, ky pushtet, ose do t'jap një përgjigje me një deklarat të një parlamentari shumë të shquar Europian në parlament. A ju thatë pranishme se në Shqipëri krimi i organizuar nuk lejon rotacion në pushtetit. Pra, krimi i organizuar shndrohet në votë dhe vota shndrohet në krim. Dhe ndaj dhe ne jemi në këtë moment historik. Në një moment të një përballje të madhe me një qeveri që ka zero legitimitet. Qeveria që shkelmon votën dhe zhvillon fars, qeveria që kapet duke vjedh 100 milion, ajo nuk meriton as një minut në pushtet. Prova është e jona. Prova është e jona. Po unë kam besim të madh se ne këtë provë do ta kalojmë me sukses. Dhe ne do të bëjmë që shqiptarët votojnë të mirë. Mirë mbrëma, gëzuar festën, unë quhem Frok Mekzdedaj, vi nga lagja Nën Tereza, kryetar seksioni prej 27 vitesh. Unë kam 3 pyetje, zoti Berisha. Pyetja parë, si nohaci mirë i politikë si je, e ke nohatën e fije se keni shumë shputje nga baza, domethënë u deshën 8 muaj. Një moment. Ti fol për vetëm, po flas për mbaroj fjalën. Keni shumë shputje nga baza prej u bën 8 muaj që
nuk kemi kontakte me bazën, sepse kjo po ama në Partinë Demokratike Gjallë. Dhe unë besoj se kjo është jo faj jot personal, po kes informimi që bëhet nga numri 2 i Partisë Demokratike dhe më poshtë. Dhe kryesisht drejtuesit e qarsheve, sepse drejtuesit e qarsheve janë të mrum, janë në lista të mbyllura dhe nuk besoj se nuk i njohin mirë as demokrat. Dhe pyetja e dytë është primaret, çështja e primareve. Primaret si proces në vetë janë të shkëlqyera, por në një pjesë të saj u kthyn prej mbrapshte, jo primare, sepse u caktun ato persona që nuk janë votu kryesisht, nuk janë votu, kanë marrë pjesën më të vogël votave. Dhe unë nisem nga qarku i Lezhës, duke marrë parasysh se sikur mos ishte Xhinxhoni dhe Lindita. Sa deputet do merrshim Lezhë, tu pas parasysh pushtetin arrogant Lezhë. Dhe pyetjen e tretë s'po mbahet me ta thënë, po ka që vështirë është të dorëzohet stafeta, doktor, sepse ti je një person që ke dhënë prova në 2013 si një burr shteti. Ke dorëzuar, po unë kam dyshimin se ke frikë se do na vinë ai lul tjetër. Dhe për këtë ke arsye. Ju përshëndes, faleminderit.